Fundjava e parë e muajit qershor ka sjellë fluks pushuesish dhe vizitorësh në Bregdetin e Shëngjinit. Moti me diell dhe temperaturat e larta kanë tërhequr qindra qytetare përgjatë gjithë vijës bregdetare, nga Rana e Hedhur e deri në Kune, ndërsa vijojnë të dominojnë shqiptarët e Kosovës. Disa prej tyre kanë nisur zyrtarisht pushimet verore, ndërsa të tjerë kanë zgjedhur të kalojnë fundjavën në Bregdet. Pushuesit e vlerësojnë Shëngjinin si një destinacion të mrekullueshëm turistik, me plazhe të pastra dhe kushte të favorshme për relaks. Zakonisht pushimet verore i kaloj këtu në Shëngjin, më pëlqen. Janë pëlqen vendi, bukur, uji i pastër, rëra e pastër, edhe njerëzit më pëlqejnë këtu. Gjithë në rregull, ushqimi, vend qëndrimi. Kushtet i krijojnë vetë. Pullat janë, nuk e di a funksionojnë kaq herët, po nuk e di, pullat janë një aty janë. Edhe këto shadet kanë kjo. Plazhi duket shumë bukur, pastër janë nivel, mikpritja ku banojnë është shumë e lartë, edhe siguria shop sa i përket plazhit të sigurisë nuk shop. Operatorët turistik shprehen optimist për ecurinë e sezonit. Sipas tyre, rezervimet e deri tanishme tregojnë se kjo verë pritet të jetë e suksesshme me kulmin e fluksit turistik gjatë muajve korrik dhe gusht. Si çdo vit, nuk mund të themi se në vjet një ashtu frikën me ku erdhi moment shpërthyn në mas, nuk kishim ku t'i fusim. Korriku e gushti edhe vjet patëm mirën e mesi shtatorit. Deri me 15 shtator ka qenë shumë mirë. Ndoshta vjen i vonun, po zgjat më shumë. Organizu janë bizneset të gjitha janë organizu, sistemu pastrimet, to gjelbrimet e këto që ka pas bashkia i ka kry me kohë. Teksa numri i pushuesve në Shëngjin po vjen gjithnjë në rritje, fokusi i pushtetit vendor dhe i biznesit vendas qëndron tek shërbimet për të krijuar sa më shumë kushte gjatë gjithë sezonit veror.